jam shumë i deziluzionuar sepse çfarë kemi thënë deri më sot ka rënë në vesh të shurdhër. Tani mund ta fillojmë atë siç e diskutuat ju. Rasti i sotëm ka një të veçantë me një shembull të para 4-5 vjetëve, por në të njëjtin vend. Dhe me masat që u morën nga RSH-ja, dhe kjo është konkrete, e cila ekziston aty në vend. Kemi 2 polica të shtrirë. Kemi sinjalistik vertikale, ulje shpejtësie, më përpara se të shkojmë te vendingjarjes kemi kujdes, vend i rrezikshëm. Është bllokuar me trotuari, me daljen direkt në rrugë nëpërmjet mbrojtësave metalike. Janë bërë vend kalime këmbësorësh dhe prapë na ndodhi ngjarje rrugore. Çfarë duhet bënë shumë? Pra kjo është sinjalistika. Kaq ka dhe bota. Nuk mos mendoni se bile ne kemi të shumë fishuar aty. Aty kemi shumë fishuar. Unë vetë personalisht para 4-5 vjetëve i kam propozuar entit në administratës vendore për shkollën të mos ishte dalje drejtë në rrugë. Në 3 anët e tjera që gjendesh një dalje drejtë e marrë. Po, në fakt ka mbikalime, po sa të mjaftueshme janë, ju e thatë në fakt që edhe ne... Shiko, edhe me fjalën e mbikalimeve, ne kemi pasur dhe kemi shumë raste që mbikalimi ka qenë aty dhe aksidente ka ndodhur, sepse njerëzit përtojnë të ngjiten. Pra dhe kjo lidhet prapë me edukatën rrugore që kemi ne. Jemi shumë të mangët në edukatë rrugore. Po atëherë kujt është përgjegjësia? Atëherë, unë po them që në shembullin e një rasti të hershëm që kam përmendur dikur, kur Bundestagu vetë u mblodh në një seancë plenare, vetëm për sigurinë rrugore. Dhe mbas 6 muajve u morën statistikat, ishte përgjysmuar numri i aksidenteve rrugore. Pse të mos e bëjë dhe qeveria jon një mbledhje të posaçme, edhe në parlament të mblidhet aty posaçërisht, të diskutohet në të gjithë 360 gradëshin e problematikës së aksidenteve. Dhe pastaj të lihen detyrat përkatëse dhe në kuar 3 ose 6 muaj të shikojnë a janë zbatuar këto apo jo. Pra, nuk bëjnë këto vetëm me fjalë, me një takim njëherë 6 muaj ose njëherë 5 vjet. U harua çështja e alkoolit me ata fëmijët atje. Edhe 2 javë më vonë ndodhi e njëjta histori me një të dheur tjetër po në atë zonë. Çfarë është kjo punë? Po nuk u vendos dorë fort, nuk do të kemi gjë në vijë. Prandaj po shpreh këtë indinjatën time, sepse shikoj që 15 vjet, çfarë kanë folur, nuk kanë rënë komplet në vesh të shurdhër. Ky është problemi. Po në fakt, pse kanë kaq të vështirë për të ulur, për të mbledhur? Kjo nuk është pyetje për mua. Unë jam një person privat që bëj punën time. Ju lutem, unë bëj një punën time dhe mundohem këtë punë, bile ju e dini shumë mirë që unë e bëj me dëshirë sepse duhet vendos një gur në përmirësimin e vendit, po fakti është që unë jam indinjuar se të gjitha këto që kemi thënë kanë rënë në vesh të shurdhër. Unë kam bërë në ato raportet që bëjmë të auditimit me 10 qindra dhe mira nga këto të bëhet kështu, të bëhet kështu, të bëhet kështu. Fakti është që unë kur kam vajtur